që mbulohet me balt kur shfaqet si një shenjë e të nesërmes, është një sektor që merr në mënyrë të vazhdueshme goditje, sulme, balt, dhe që lëndon një numër të madh protagonistësh të tij. As nuk e vën diskutim që edhe në sektorin e ndërtimit, si në çdo sektor tjetër, ashtu si kundër në Shqipëri, si në çdo vend tjetër, përfshirë edhe vende që na bëjnë leksione neve, ka probleme, dhe problemet këtu në Shqipëri patjetër që janë më të mprehta në disa raste se sa që janë në vende të tjera. As nuk e vën diskutim që jo çdo gjë në sektorin e drejtimit është e pastër, është e qartë si drita e diellit dhe është e çmuar si derisa e dhjetra mira njerëzve që japin jetë këtij sektori. Por ama që këtë sukses evident të Shqipërisë, që këtë transformim të Shqipërisë që sektori i ndërtimit e bën të dukshëm, të prekshëm, me njëherë sa po dikush vjen në Shqipëri, ta fusim në kornizën e krimit, është diçka e neveritshme dhe e papranueshme. Jaku është njëri nga ata që janë pas këtyre projekteve. E kanë të vështirë të tjerë që vinë na vizitojnë, që të besojnë si ka mundësi që Shqipëria mund të bëjë ndërtime të tilla, por punë e madhe fort se kanë vështirë. Ka shumë arsye pse Shqipëria mund të bëjë ndërtime të tilla dhe janë arsye lehtësisht të lexueshme nga të gjithë ata që duan të lexojnë ashtu siç janë. Është e pamundur për disa që ta pranojnë suksesin e Shqipërisë, po punë e madhe fort. Por ama është e pamundur për ne që të pranojmë që shumica dërmuese atyre që investojnë në ndërtim të futen në thesin e baltës për disa që mund të jenë patjetër ashtu siç thuhet, po jo për të gjitha. Dhe ka disa fakte të rëndësishme për tu nënvizuar. Vetëm nga ky projekt, ende pa filluar puna. Bashkia e Tiranës ka marrë 14 milion euro taks vetëm nga ky projekt. 14 milion euro janë një shumë e konsiderueshme. Ndërkohë që në këtë projekt, nga ky projekt, kur të bëhet realitet, qyteti do fitoj, komuniteti do fitoj Çerdën, do fitoj Kopshtin, dhe ndërkohë, Bashkia e Tiranës mund të fitoj edhe një shkollë, sepse angazhimi i investitorit në këtë rast është që të ndërtojë dhe shkollën në momentin që do t'i jepet trualli për ta ndërtuar. Dhe në këto 14 milion euro janë edhe pjesa që shkon tek 3% për strehimin. Pra, kush investon në këto projekte, natyrisht investon për një vlerë të shtuar, nuk diskutohet. Pa diskutim që këto apartamente nuk i blen dot asnjë i varfër dhe asnjë njeri që thjesht jeton me një pagë të ulët apo mesatare. Por ama
nga ndërtimi i këtyre apartamenteve. Bashkia e Tiranës dhe bashkitë që ndërtojnë të tilla marrin një taks që është 3% vetëm për fondin e strehimit, për të ndërtuar dhe për të investuar në skema të strehimit social dhe të strehimit të përballueshëm. Pra këto ndërtime kontribojnë edhe për strehimin e përballueshëm. Pa u futur në të thella, duhet të them që në ndërkohë për gjithë ata që lehin në çdo gjuhë që lehin, nga shqipja deri në anglisht edhe në gjuhë të tjera, dhe që menjëherë nxitojnë ta kornizojnë këtë transformim të Shqipërisë dhe Tiranës si transformimin e krimit. Sot që flasim, ky projekt ka 350 apartamente të porositura nga vetëm diaspora shqiptare dhe që janë të porositura dhe nuk paguhen me cash, që t'jemi shumë qartë, po paguhen me bank. Paguhen me bank. Dhe 350 apartamente janë 1/4 e apartamenteve që do të ketë gjithë ky kompleks i madh. Dhe sot janë të porositura dhe të kontraktuara. Prandaj është shumë e rëndësishme që në një moment caktuar, her pas here, njerëzit të informohen. Dhe kjo është arsyeja pse ne po përpiqemi që t'ju tregojmë duke vajtur vetë atyre që duan të informohen se çfarë është realiteti i një zinxhiri gjithnjë e më të gjatë hallkash të një ekonomie që rritet. Që rritet dhe rritet në mënyrë të qëndrueshme. Ndryshe nga çfarë thuhet në ato tenxheret mediatike, që nuk guxon njeriu të hapi kapakun se i vjen vlaga e llumit që zihen aty brenda. Ndryshe nga çfarë thuhet nga të gjithë ata që nuk duan t'ia falin Shqipërisë suksesin, apo nuk duan t'ia falin qeverisë suksesin. Probleme shumë, por ama këtu nuk flas për qeverinë, këtu flas për njerëzit që i përkushtohen punës ditë-natë, që nuk merren me llafe rrugësh, por që ndërtojnë realitete të reja në mënyrë të vazhdueshme. Sa kompani kishte grupi këtu? Kompani. Domethënë një grup, një sipërmarrje e nisur si një ndërmarrje e vogël ndërtimi, sot është një holding me 20 kompani. Dhe këto kompani i ka krijuar puna, nuk i ka krijuar krimi. Këto kompani i ka krijuar një histori e tërë përpjekjesh e shumë njerëzve që janë shtuar rrugës. Dhe këtu sot që nga ftuar edhe disa të tjerë. Ja kush aty, demokrati pa epur Ramgeci. E ka ngritur atë interkontinentalin deri në qell. Tash çfarë lidhje ka Ramgeci me krimin? Ditë e natë duke ndërtuar Ramgecin mund ta kritikosh dhe ta përqeshësh për faktin që nuk i ndahet shpirti nga ajo parti. Pra ajo është kulla një. Kulla më e lartë e Tiranës sot. Ç'lidhje ka me këto? Dhe është e gjitha hotel. Një investim
që do t'i duhet vite të kthehet, po do t'jetë fati i fëmijëve të Ramgecit edhe i familjes edhe i nipave i mbesave. Ja ku është tjetri këtu. Çlidhje ka një kompani që eksporton në gjithë rajonin edhe që rritet në mënyrë të vazhdueshme me dinjitet, siç është kompania Brunes. Çlidhje ka në krimin me edhe Geronti ndërton. Patjetër, çka ka këtu? Ja ku është edhe i paepuri tjetër, atje demokrat tjetër, se këta demokratët me ne punojnë, me ata protestojnë, i kanë rregull, i kanë të dyja. Këta janë rehat. Këtyre ju del edhe të argëtohen me molotov, edhe të ndërtojnë edhe të fitojnë. Ja ku është ai tjetër atje. Tironës Demba Baden. Ja ku është atje. Me prona në Tiranë. Demba Baden, gjithë jetën ndërtues, demokrat tjetër, Avenir Kika, gjithë demokratë, gjithë. Tash pse vinë këtu? Po vinë këtu se këtu bëjmë punë, si mos vinë. Çfarë lidhje ka Aveniri me që ka ndërtuar gjitha ato apartamente për njerëzit? Edhe në gjitha këto apartamente jetojnë njerëz, nuk jetojnë pastrus parash. Gjithë kjo rrit ekonominë. Si e kemi filluar me 300-400 milion euro investimet huaja dhe sot jemi mbi 1.5 miliard. Në vit, mbi 1.5 miliard në vit investimet të huaja. Si na erdhi dita që të huajt të vinë dhe të blejnë këtu në Shqipëri dhe do blejnë edhe më shumë nga këto apartamente, edhe nga këto ndërtime që bëhen, sepse këto ndërtime krijojnë energji pozitive, krijojnë besim, krijojnë atraksion, nuk janë thjesht fjetore për të futur kokën. Dhe natyrisht që ne jemi në këtë rrugë të përfshirjes në një botë tjetër, në një botë të integruar. Integrimi nuk është thjesht që ne do bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian dhe këtu s'do vi njeri. Integrimi është që këtu, si kudo, do blejnë shtëpi, do hapin biznese, do jetojnë, do çojnë fëmijët në shkolla, edhe ata që vinë nga vende të tjera. Dhe këto ndërtime janë një provë e ambicjes që ka Shqipëria dhe e fuqisë që ka Shqipëria për të realizuar ambicjet e veta. Nuk janë skena krimi këto. Këto janë prova të një transformimi të madh. Si u rrit prodhimi i përgjithshëm kombëtar i Shqipërisë ishte 9-10 miliard euro, kur ne morëm detyrën, sot është 27 miliard. Dhe në ndërkohë, të ardhurat për frym ishin më pak se 3.000 euro. Sot janë mbi 11.000 dhe do vazhdojnë të rriten. Lloj-lloj teorish, lloj-lloj maskaresh që në fund të ditës nuk e kanë me asnjë, po e kanë me mungesën e kapacitetit për t'ia pranuar Shqipërisë suksesin, duke qenë shqiptar vetë. Mund të thuash për qeverinë çfarë duash, mund mos jesh dakord dhe ta kritikosh, ta luftosh, sa të duar, mos jam dakord me Ramgjesin për opinionet politike që ka. Si jam dakord, nuk heq dorë, është i vendosur.
por ama si mos ja pranoj suksesin. Mos t'i heq kapelen kur shoh punën që bën. Kjo është e pamundur. Dhe po ja kaloj fjalën ministres, natyrisht duke mirëpritur çdo gjë që ju keni për të thënë, edhe duke falenderuar edhe mikpritësin ton për këtë mundësi që na dha. Por përpara se sa të kaloj fjalën ministres, duhet të them që e gjithë kjo që ndodh edhe në sektorin e ndërtimit, ne na jep krah për të shkuar më shpejt përpara në rrugën e antarësimit. Për të bërë më shpejt antar të Bashkimit Evropian. Sepse antarësimi në Bashkimin Evropian, nuk është një certifikat formale, po është një proces transformimi. Dhe të gjitha ato hapa që ne, Komisioni Evropian, na i certifikon, nuk janë letra, janë transformimi në realitetin këtu. Prandaj ata që flasin sot për një Shqipëri të hapur përfytyt nga korrupsioni, në fakt, janë të kapur në fytyn e tyre nga mlefi ndaj suksesit. Suksesit të zotërisë këtu, suksesit të gjitha tyre këtu që bëjnë sukses në atë rrugën e tyre, sepse e kanë të pamundur ta gjejnë fuqin për t'ia pranuar dhe për t'ia falur tjetrit suksesin. Ata që flasin për korrupsionin që na qenë garritur, duhet në fakt të dëgjojnë juve. Se nuk mundet dot të rritet korrupsioni kur t'i paguan 14 milion euro taks. Në ndërkohë që kur korrupsioni ishte më i lartë, t'i paguaj shumë më pak taks. Sepse përqindjen e taksës e kanë në dorë ata që qeverisin, ata që janë edhe promotor ose janë edhe kundërshtarët e korrupsionit. Po 14 milion euro taks me korrupsion nuk shkon. Nuk shkojnë të dyja bashkë. Nëse rriten të ardhurat nuk rriten nga shiu, të ardhurat rriten nga taksat. Dhe nëse arka e shtetit ka më shumë të ardhura, dhe ne kemi shumë më shumë të ardhura, atëherë do thotë që ka më pak korrupsion. Dhe të gjithë ndërtuesit që ka përsejnë pragun për të marrë këto leje, mund të dëshmojnë që luftën me ne e kanë për cilësinë e projekteve, dhe prandaj janë edhe rastet për të cilat flitet. Se ndryshe, për çfarë do diskutonim dhe si do ta pretendonim që korrupsionin po e ulim, nëse nuk do kishte shembuj edhe të kësaj natyre. Pra, edhe shembuj pozitiv të ndërtimit, të transformimit, të rritjes ekonomisë, të rritjes pagave, të rritjes pensioneve, të rritjes të ardhurave në buxhetin e shtetit, dhe shembujt negativ që ekspozohen në luftën kundër korrupsionit janë dy anët e të njëjtës medalje, që këtu ka më shumë ekonomi dhe ka më pak korrupsion.